Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të shtatë dhe të Gazetës Nacionale. Jeni me episodin e 12 të emisionit POV Nacionale. Ky emision na gjen në ditën e 3 të Bajramit të Qan. Bajrami i madh. Për haj Bajramit. Hari zolla, s'dia thoni ju kështu. Ja. S'di çfarë është një Prishe pak. Ramazani i shkurtë të Qan, nuk u kon kësi pi tronëve. Po, nuk ju ka ra shumë e ninua, se për folna se s'kena zëru. Jo Qan, me të kallëzu diçka në, i ku ma zgjeru një 12 Ramazana. Për me ja. Po, atë shkri Ramazan u bëjke iftar kam 5:30 në isën shtë. 5:45 ju në konë dë Ramazana kër u bëjke iftar në 8, në 8 e hajt. Po, Plus ditë nuk onë shumë zetë. s'ko ma zëru une, po kështë për moj mes të Ramazanat e zatësën ato që rrujë se është nërmë. Bërrujë, a i ka 6 të nervëzëshe. Atë shkri Ramazan nuk onë kësi që e një nëshin edhe katolik më duket e ka një nuk ka ba. Po, e ka ninu edhe njënë e është mirë me përmen ma vunë si ta. Okej, para se me shku të store tjera sa këna përgatit, kishim shku mas pari me intervistën e gazetarit Gazetës Nacionale Muhamet Kocit me miftijun e Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërnavën. Ta ndjekim fillimisht intervistën edhe pas ta i kthehemi me storet e tjera. Pra ja këna ndru pak venin strukturës të emisionit. Jemi në fundin e muajit shenjtë të Ramazanit, ku besimtarët musliman po kryejnë një obligim fetar. Derisa ata dhe Bashkësia Islame e Kosovës po bëhet gati edhe për festën e Fitr Bajramit, për rëndësinë e këtij muaji dhe kësaj feste, sot do të flasim me mjeftimin e Kosovës, zotrin Naim Tërnava. Zotri Tërnava, faleminderit që pranuan ftesën për këtë intervistë. Faleminderit edhe për juve. Si ishte ky muaj i shenjtë, zotri Tërnava? Në parim u duk më i lehtë se të tjerët ka qenë si vjet. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Ky muaj ishte ashtu si e ka përshkruar vetë i Madhi Zot në Kur'an. Është muaj i veçuar, muaj i Kur'anit, muaj i mëshirës, i rahmetit, i sakrificës, i solidaritetit, një muaj ku individi në kuptimin e plotë të fjalës e gjen veten dhe noton në mëshirën e pafund të Madhit Zot Xhaleshanuhu, duke thithur nga nektari i pastër i zbulesës hynore, ato begatije të mira, të cilat në vazhdimsi e motivojnë më pastaj që ai të jetë një individ i mirë, një person i mirë, një familjar i mirë, një njeri i cili kontribon në vazhdimsi për të mirën e përgjithshme të popullit ton, punon për vete, për atë dheun, për ardhmërinë e vendit ton. Ndaj, ky muaj ishte përplot me të mira, duke filluar nga, po flas njëherë për atë anën praktike këtu, duke filluar nga prezenca e madhe e xhamatit në xhami, nga se ky vit sigurisht që veçohet prej të gjithë muajve të tjerë, ka se në xhami pothuajse në xhamit tonë anë kënd Republikës son, kemi pasur xhamatin e dyfishuar në raport me xhamatin që kanë qenë viteve të tjera të mëparshme, dhe kjo mua si mjefti i Republikës dhe si udhëheqës i Bashkisë Islame të Kosovës, kjo mua më gëzon nga fakti se në xhami aty kanë marrë mësime, kanë marrë këshilla, kanë marrë urtësi, të cilët kanë ndikuar pozitivisht dhe ndikojnë pozitivisht përmes përmbajtjes që posedon që ka vetëm i bekur i Ramazanit në jetën më të tjeshme të individit që ai të organizojë jetën e vet bazuar brenda kornizave hynore që dalin si urdhër i të Madhit Zot Xhaleshanuhu. Dhe sigurisht që muaji i bekuar i Ramazanit, pra, siç thash në fillim, veçohet, sepse në te kemi edhe natën e Kadrit, një prej netëve më me vlerë gjatë tërë vitit, dhe besimtarët janë ftuar në vazhdimsi, janë thirrur në vazhdimsi përmes imamëve, që ata t'i kushojnë rëndësi, po them ibadetit, adhurimit veçantë edhe natës së Kadrit, e cila gjendet në 10 ditëshin e fundit të muajit bekuar të Ramazanit. Sikurse edhe besimtarët mifti edhe Bashkësia Islame u po që gjatë këtij muaji është mobilizuar. Cilat a mund na i përmendni aktivitetet kryesore që kanë qenë Bashkësisë Islame në terren gjatë këtij muaji?
Bashkia Islame e Kosovës sigurisht që derisa ky muaj është i veçuar, ndaj edhe aktiviteti duhet me qenë paksa i veçuar në raport edhe me muajt e tjerë. Bashkia Islame ka bërë të gjitha para përgatitet e saja, SPAR-i ka kontaktuar me të gjithë imamet anë e Këndë Republikës, pastaj me tërë administratën anë e Këndë Republikës dhe ka caktuar përmes edhe drejtorisë kryimamit, këtu si Bashkia Islame kemi caktuar një grup të madh prej imamve, prej aktivistëve të Bashkisë Islame hoxhallarëve, të cilët kanë qenë të urdhëruar nga Kryesia e Bashkisë Islame e Kosovës që të dalin, siç themin, në terren për të vizituar xhamit. Ditën e Gjuma kanë qenë një grup për mbi 40 imamve që kanë vizituar xhamit të shumta anë Këndë Republikës sonë, pastaj në namazin e taravive, pastaj përmes tribunave të shumta të cilat janë bajt anë Këndë Republikës sonë. Mirë problem të theksohet që kemi pas një grup të madh të imamve të cilët kanë vizituar edhe Margatën, kanë vizituar shumë pothuajse gjitha shtetet e Evropës, mirë po edhe shtetet skandinave, në mënyrë që të jemi sa më afër xhamatit, të jemi sa më afër edhe vëllezërve dhe motrave tanë të cilët përkohësisht gjenden në vende të ndryshme të botës. Dhe këto para përgatitje sigurisht që kanë qenë të një natyre që të ndikojmë tek të gjithë që edhe më të shtrim ndjenjen e vëllazërisë, të respektit në ndërsjellë mes vete dhe të punojmë bashkarisht me të ardhmë sa më të mirë të gjithë neve. Pra, ky organizim sigurisht që ngërthen në vete një motiv më të tjeshëm për punë edhe më të madhe. Nga këto vizita mufti, cilat kanë qenë nevojat kryesore të besimtarëve dhe sa ato nevoja ju si mufti po mund t'i adresoni te institucionet qendrore? Derisa Kurani neve na mëson edhe si t'i qasemi kësaj problematike ta quaj në raport edhe me xhamatin kur Zoti na thotë që neve në rrugën e Zotit të thrasim me urtësi. Therë ud'u ila sabili rabbika bil hikme. Therë në udhën e Zotit me urtësi. Çka do të thotë që simboli, çka do të thotë që orientimi, udhëzimi i vetë Islamit është urtësia. Urtësia, këshilla, vëllazëria. Këto janë ato cilat edhe aktivistët gjatë muajit të bekuar të Ramazanit i kanë përçu si mesazhe tek xhamatet kudo që ata kanë qenë, që në mesin tonë të mbretëroj kjo vëllazëri, të mbretëroj një unitet, të mbretëroj një harmoni, të mbretëroj një bashkëjetesë, të mbretëroj çdo gjë që shkon në favor tonë si besimtar, si shqiptar, si musliman, si kom, si adhe, dhe këtu ka qenë qëllimi final edhe joni. Derisa raportet tona e thatë me institucionet tona, është apo? Qendrore. Qendrore dhe lokale, unë e kam thënë disa herë këtë dhe po e ripërsëris dhe një herë sot edhe me juve këtu. Është një vërtet e madhe që pas luftës në Kosovë, po flas tash e 27 vjet, politika kosovare asnjëherë nuk ka ndikuar negativisht në rrjetet e përgjithshme të bashkisë brenda këtu Bashkisë Islame të Kosovës, edhe pse sigurisht që neve kemi pa disa kërkesa të cilat edhe i kemi në vazhdimsi dhe do t'i kemi në vazhdimsi derisa të realizojmë ato në raport me institucionet qendrore. A mundesh më përmend cilat janë ato kryesore me fytyrë? Po sigurisht po. Për shembull Kosova është i vetmi vend në Ballkan ku ende parlamenti i Kosovës nuk ka marrë vendim për rikthimin e pronave të uzurpuara, të nacionalizuara gjatë sistemit komunist. Që kemi shumë në Kosovë, të tilla. Dhe neve presim që të gjitha shtetet përreth këtë punë kanë të kryer. Edhe vetë Shqipëria ka të kryer, që sa kohë. Ne presim që Parlamenti i Kosovës ta marrë këtë vendim dhe të kthehen pronat të gjithëve, edhe besimtarëve musliman, edhe atyne katolik dhe të gjitha besimeve të cilat i kanë pasuria që është marrë me dhunë gjatë sistemit komunist o ateist. Për shembull, një shembull konkret po t'jap, unë kam dokumentin që këtu, ku në vitin 48 në rrugën kryesore të Prishtinës, të Sheshi, janë marrë 94 lokale afariste për një herë me një vendim. Apo për shembull, sot ku është ndërtuar Swiss Diamond
ka qenë xhamia e Yunus Efendis, e cila është rënuar në vitin 54. Apo për shembull edhe sot ku është Parlamenti i Kosovës, ka qenë hamami i xhamisë, çarshis. Çfarë do thotë që kanë këtë drejtim? Sigurisht që kërkesa tjera që neve kemi pas dhe kemi dhe bisedojmë edhe me institucionet qendrore, mirë edhe me ato lokale, me cilat kemi marrëdhënie jashtëzakonisht të mira, edhe shumë të mira, edhe vazhdojmë të kemi të mira, pavarësisht se kush është në qeveri, pavarësisht se kush është pris i një komune, apo kryetari i komune, çfarë do partie qoftë, na kemi marrëdhënie të shkëlqyera me të gjithë dhe dëshiroj shumë të falenderoj për gatishmërinë e tyre për një bashkëpunim të mirë. Unë si mufti i Kosovës ju e dini që në vazhdimsi kam kërkuar që qeveria e Kosovës, kuvendi i Kosovës, të marrë mendim edhe për futjen e Bashkisë Islame brenda buxhetit të Kosovës. Unë i kam 2500 punëtorë si Bashki Islame dhe kjo neve na paraqet problem që të sigurosh 2500 rroga brenda muajit, ku gjatë duhet një energji e madhe për të harxuar nga ndihmat vullnetare të popullit. Mirë po, populli ynë, xhamati ynë, besimtarët tanë, janë aq të devotshëm dhe aq shumë rrin gati Bashkia Islame sa është për të çuditur. Nuk besoj që ka ndonjë këmbë në botë, po them që i rrin kaq gati vetë, po shprehem kështu me këtë gjuhë popullore, vetë institucioni, siç është institucioni i Bashkisë Islame të Kosovës, e kam besimin e thellë në institucionin tonë dhe kjo flet vetë. Po të jap edhe një shembull shumë konkret. Për shembull, vetëm përmes shoqatës humanitare Bereqeti, vitin 2025 e kemi përmbyll me 13 milion euro në ndihmë për njerëzit në nevojë. Do të me pasur zemrën e madhe kë populli i vogël, që vërtet në Kosovë po them numër po flas, që gjithë këto mjetet i ndajnë nga vetja e tyre, ti besojnë shoqatës sonë humanitare Bereqeti dhe ato të shpërndahen tek njerëzit që janë në nevojë. Dhe kjo mua më gëzon. Thënë unë asnjëherë deri sot, kur si mufti po flas, nuk kam bërë asnjë thirrje ku nuk është përgjigj xhamati. Edhe sigurisht që shpesh edhe më shumë se që unë kam menduar të jam përgjigj edhe më shumë. Për çka e falenderoj shumë dhe lut Zotin xhaleshan hu, që ata ti begatoj me të mirat e tij, familjeve të tyre t'ju fal, shëndet e mirëqenie. Bizneset janë treguar shumë dorëdhënës përmes shoqatës humanitare Bereqeti, bizneset kosovare. Mufti, një çështje që kanë nxitur sfundi reagim me qenë se jemi në fund muajit shenjtë Ramazanit dhe besimtarët muslimanë në farforme janë të obliguar të dhojnë vitrat, pra sadakul fitrin. Si vjetë kemi parë që është rritur bukur shumë çmimi. Pse ndodhi kjo rritja e çmimit? Po sigurisht përgjigjen e keni ju, por ma bëni këtë pyetje. Ju e dini që një vitër që themi ne kushton një shujtje. Një shujtje, po them, për një njeri që ka nevojë për të. Duke pasur parasysh inflacionin, duke pasur parasysh që a ka diçka që nuk është rrit, ndonjë çmim diku, a ka? Nuk ka, dhe kjo është bën një rritje që besoj që edhe xhamati ka konceptu drejt, e ka marrë drejt dhe nuk kemi rast që dikush ka thënë pse me përjashtim të juve gazetarëve, që keni bërë madhe, që keni bërë këtë madhe. Jo, në gjitha mediat ju ka qenë, mirë po Bashkia Islame e Kosovës din çka bën. Dhe sigurisht që po, sepse edhe ato mjetet cilat të bëhen, edhe ato hargjohen për nxënësit në medrese, për studentët e Fakultetit Studimeve Islame, për njerëzit në nevojë. Nëse në Kosovë të bëhen, po them 1 milion euro sadaka, sadakatul fitr që themi ne, ato mjaftojnë vetëm 50% për ushqimin që neve ju japim nxënësve në medrese, nga se 2500 shujtje brenda ditës i japim vetëm në medrese tona. E llogarit tash këtu, vetëm ka 2 euro llogarit edhe që ku e ke çmimin. Shumë njerëzishëm edhe shumë logjikshëm edhe shumë kjo është ajo. Mirë po me këtë rast dëshiroj të them një gjë, që bizneset tona sa i përket zeqatit ende nuk e kanë kuptuar sa duhet se zeqati i takon institucionit, jo individëve. Sipas sheriatit islam, zeqati duhet të jepet brenda Bashkisë Islame të Kosovës, ashtu si veprohet edhe në disa vende këtu në rajon që kemi vend për shembull në Bosnjë dhe Hercegovinë, gati 100% zeqatin e japin në fondin e Bashkisë Islame të Kosovës dhe të Bashkisë Islame të Bosnës. Ka shumë dilema mufti qytetarët se ku do t'i dhojnë vitrat. Zakonisht Bashkia Islame thret që të japen në këtë institucion. Asnjë dilemë nuk është këtu.
Dilema është absolutisht s'ka dilemë, sepse Bashkia Islame e Kosovës është i vetëm institucion i cili përkujdeset për muslimanët në Kosovë, për besimtarët në Kosovë, edhe në diasporë një pjesë saj. Andaj, derisa neve nuk kemi as buxhet nga shteti, atëherë na merituhet të me ajër, apo qysh me vdek, apo me ranë shkop të lypjes. Jo, asesi. Kjo është e drejta, edhe pse disa shoqata pa drejtësisht të bojnë vitra, pa drejtësisht të bojnë zeqat, pa drejtësisht të bojnë kurbana, e kështu me radhë. Neve duhet të mësohemi të respektojnë institucionet, interesi individual, interesi grupor, interesi brenda një shoqate është interesi vogël, interesi është institucional i Bashkisë Islame të Kosovës. A keni autoritet ju pra që ti ndalni këto organizata mbledhjen e qoftë kurbana, jo, qoftë sa. unë nuk kam atë, unë s'kam as polici, s'kam as ushtri, A mund të s'kam as adresoni AKI. këtë çështje të organet e rendit? Me qenë se folë për raportet mira me institucionet. Po, është e vërtet që kemë raportet e mira, ne bisedojmë edhe me këta. Me thanë drejtën një qasja shumë e mirë se që ka qenë për para në raport me Bashkinë Islame të Kosovës, unë e fola deri tash, numri aty në dhënësve shtuar, 2-3 fishuar në brenda Bashkisë Islame, besoj me kalimin e kohës njerëzit do të vetdjesohen vetvetio natyrshëm që kjo duhet të jepet brenda Bashkisë Islame të Kosovës. Për shembull, një shembull tjetër konkret po e jap. Vitin që shkoi, ne kemi prej, po themi kështu, 2800 kurbana, po them krer lop, duke ka 18.000 sa bojnë ato, kurbanat vegjel. Dhe këthe kemi shpërndar 253 ton mesh pa eshtra për nevojtarët në Kosovë. Për çdo ditë gjatë vitit, japim ka 1000 shujtje mrena ditës për njerëzit në nevojë, për ati mishit kurbanave, për çdo ditë. Ato i kemi shpërnda edhe në për institucionet ndryshme, dhe kështu që vetë ju, kur i kthehemi, apo jeri kthehemi logjikës, del se më të vërtet, kjo duhet të jepet mrena institucionet, një institucion i cili është kredibil, si që është Bashkia Islame e Kosovës, e din çfarë bën dhe besimtarët normal besoj që duhet edhe më tepër të përgjigjen Bashkisë Islame. Zotri Mifti, ju shpesh jeni der ata që e theksoni se ka islamofobi në Kosovë. Në çka argumentoni këtë deklarat? Sigurisht që ju gazetarët për ditë e shihni këte, jo që e shihni, po edhe e prekni këte, a ka ma rënqethse se kur dëgjon në një televizion tonin, kur del njeri ju, edhe kinë se po them diçka, dhe thot që t'jesh islamofob është akti më patriot i shqiptarit në Kosovë. Akti më patriotik. T'jesh islamofob është akt patriotik. Shkoni deri ku kam ri ignoranca. Shkoni deri ku kam ri urrejtja, sharja, fyrja. Nuk ka vend në botë, sot jam i bindur, nuk ka vend në botë që ka islamofobi më të madhe se në Kosovë. Se ka fyrje të ndjenjave islame, se ka urrejtje ndaj ndjenjave islame, se në Kosovë prej disa individve, po flas, individve. Dhe ato janë të papërgjegjshëm, janë ignorant dhe sigurisht që sipas Kur'anit, kur flet ignoranti, ne duhet vetëm të kërkojmë paqë, sepse atë ignorantin nuk ka shans me mund. A mund në i përmeni kush janë ata individ, zotë Mifti? Po i dini ju, s'ka nevojë në përmeni emrat përveçëm, i shihni për natë në për televizione, në për portale, në për... shkani... ku nuk doni me pa, nuk i shihni, por të marrin portalet tona. Dhe të më falë gjemati, dhe të më falin dëgjuesit për një shprehje që do të përdorej. Me funditën e parë të Ramazanit, i patëm 2 shkrime. Në portale, ku ndër tjera shkruan me emrin mbi emër, edhe thot, më falni, po kërkoj falje, thot, unë ju urinoj Ramazanin shqiptarëve të besimit islam në Kosovë. E qysh, a ka diçka ma të dhimbshme, a ka diçka ma të poshtër, a ka diçka ma fyse, a ka diçka ma urrejtëse, shkoni, këto e nëzitje, këto e në urrejtje, populli shqiptar është vequar me bashkëjetesën vëllazërore dhe respektin ndërfetar që ka pas.
me harmonin, po tek populli shqiptar në një qati kanë jetu dy besime, dhe jetojnë edhe më. Besimi, si kur kishte dash Zoti, kishte me bërë të gjithë njerëzit një feje dhe të një kombi. Po e divergjenca që ekziston në feje, në besime dhe në kombe, është vetë prej të madhit Zot Gjeleshanu që ka dash të jetë kështu. Që njeriut i ka falë logjiken, arsyen, mundësin, perceptimin, parafetyrimin, njeriu që ai mund të zgjedh. Mirë po, ka thirrur Zoti Gjeleshanu që çfarë thot, nuk ka dhunë në fe. Zoti Gjeleshanu na mëson që nuk ka urrëtie, nuk guxojmë ta fyjmë me ajet Kur'anit themi. Zoti na thot, mos fyni edhe idhujtarët. Çka do të thot, pse nëse i fyni ata ju idhujtarët, atëherë çka? Atëherë ata do të fyjnë Zotin tuaj. Edhe me dasht, unë si mëfti me dasht, apo një besimtar që e kupton fen drejt, se edhe këto sulmet e këto që po bëhen nga ignoranca po bëhen, po që e kupton fen drejt, nuk guxon besimtari ta fyj besimin tjetër. Nuk guxon ta urrej besimin tjetër. Nuk guxon ta shaj besimin tjetër në asnjë mënyrë, sepse ke bërë mëkat të madh sipas Kur'anit dhe sipas porosive të Muhamedit alayhis salam. Mëfti, nuk e kemi pa ndonjëherë që keni reaguar ndaj kësaj tashtuqujtërës lëvizje e deçanit, e cila e kemi parë qëllimet, fyrjet që i bën ndaj komunitetit musliman. Cili është vlerësimi juaj për këtë lëvizje? Unë kam reaguar disa herë, por besoj që është një lëvizje që s'meriton të flitet për te. Unë jam kundër çdo lëvizje cila përçon gjuhë të urrëties, përçon gjuhë që nxit zënka mes kombit, asesi, ato nuk e A do të reagojnë institucionet pa marrë parasysh nga cila fe vijnë çësje të tilla? Sigurisht që është dashur të reagoj edhe moti, është dashur të reagoj vetë prokuroria, por nuk kanë reaguar. Unë nuk merrem fort me këto probleme, sikur të dëgjoj se çfarë flitet, s'po frema ato shprehje tjera që thuhet fjalia urt, por çfarë flitet, kur do të kishim arritë qëllimi ku e kemi. Por ne e dimi çfarë veprojmë dhe mban gjallë një thënje një dietare të madh islam i Egjiptit, është një shejh arabi, thotë nëse një ditë më kalon që dikush nuk më kritikon, e di, ama drejtësisht është fjala, e di që hadis kam bërë asgjë as për fen as për Allahun. Dhe kjo më mban pak mua më jep shpresë. Ditët kanë qenë për ta treguar veten. Sot kanë ardhur shprehje edhe disa ish komunist që kanë mbetur aty këtu dikun, edhe ndonjë neokomunist i ri. Mirë po, edhe e kaluara flet ku ishte Bashkia Islame, edhe lufta e fundit flet ku ishte Bashkia Islame, ku ishim të gjithë ne që kemi kontribuar për çlirimin e vendit, dhe njerëzit janë gjallë shoqër prej Zotit. Institucioni i Bashkisë Islame ka qenë kyç. Ju e dini kontributin që ka dhënë Bashkia Islame e Kosovës vitin 89-99. Vetëm në medresen Alaudenia mbajt 1230 tubimet karaktereve politike. Aty është bërë tentim konstruimi i Parlamentit Kosovës vitin 92, kur forcat policore serbe e okupojnë medresen. Që janë mbajtur të gjitha kuvendet e gjitha partive politike. Ai ka qenë teatr, ka qenë Ministria e Arsimit, ka qenë kulturë, aty ka zhvilluar aktivitet Akademia e Shkencave dhe Arteve, Instituti i Historisë, Instituti Albanologjik. Aty janë mbajtur recitalet, garat sportive. Aty kanë kënduar dhe këngëtarët tonë, aty ka kënduar, janë mbajtur edhe programe muzikore. Gjithçka është bërë aty 10 vjet rreth që nuk ka qenë lehtë. Jemi marrë, jemi maltretu, jemi burgos, jemi ra, mirë po nuk kemi thënë jo, kemi ditë që kemi obligim. Por edhe gjatë luftës Kosovë në 88-99, neve kemi kontribu jashtëzakonisht shumë. Tash kemi kontribu se e kemi obligim, kemi detyrë, s'kemi bu diçka ku me di çfarë, kemi obligim, detyrë. Obligim se unë e di një gjë, që t'jesh besimtari mirë, edhe nëse nuk do s'ke, po shprehna kështu popullor, që s'ke qare, pa qenë adhëtari mirë. Qare s'ke pa qenë adhëtari mirë. Sepse feja të mëson me qenë adhëtari mirë. Shikom punal vetëm pak me analizuar, se ju gazetarët shumë pak hynin do probleme kështu. Shko, vdes njeriu. Ke pa? Vdes njeriu dhe është obligim me laku fomën, në gjenazën.
po nëse vëritesh në luft me tesha vesh, me gjak, duhet me varros. Shkoni çfarë nderi jep feja islame vetëm kësaj. Vetmit njeri që i madhi Zot i ka garantu xhenetin është dëshmori i shahidi. Vetëm këtë. Andaj, kush nuk dëshiron të jetë i tillë? Çdo njani e don dëshminë sepse e ka bindjen ka shi xhenetit, andaj don me qenë edhe para, don me qenë edhe në xhenet. Dhe këto janë gjërat të cilat sigurisht që edhe në emisionet gjata duhet bisedojmë. Unë shumë shpejt në një televizion do të jem një 4-5 ditë radhazi për t'i thënë shumë gjëra të cilat nuk janë thënë deri sot. Ka shumë për të thënë, ka shumë për të thënë. Bashkia Islame ende as 1% nuk e ka thënë për kontributin që ka dhënë edhe gjatë luftës edhe para luftës. Sot dalin disa që s'po do me hyja nena, edhe flasin edhe japin vetë drejtës me fy, me nxit, me përqame, letë mbetit në nderin dhe ndërgjegjen edhe njerëzëllëkun e tyre. Letë besojnë çka dojnë, po nuk ka nevojë të fynë. S'ka më nevojë të fynë, as të rrejnë, për shka? Nxisin, pse? Po për mu letë i beso lopës, letë i beso delë, kujton letë i beson, s'është kam interesan e punë, po pse për fynë tjetën, pse po nxit? Urrejtje, për shka? Këtu qëndron puna. Me herët i përmendet raportet e mira me pushtetin qendror, kushdo që ka ardhur në pushtet. Dhe zakonisht për çdo fest, për çdo adresim, ju si mesazh e përshoni unifikimin, bashkimin për interesa nacionale. Po se që kemi parë këto 2 vitet e fundit mifti, skena politike është bukur shumë është përqarë dhe tash në një farë forme po shkojmë edhe drejt zgjedhje u treta në një periudhë shumë shkurtër. Cili është mesazhi juaj ndaj atyre liderëve cilët po ashtu gjatë këtij Ramazani i keni takuar dhe niftaret tradicional që i zhvilloni? Allah po më duket do të mjafshon një hajmali. Një hajmali që atë gjatë mjafshon gjeçme që i thonë, ndoshta ju bën mirë. Sigurisht kjo gjendja shqetëson çdo njërin prej neve. Neve duhet kemi institucione. Neve duhet kemi institucione sa më shpejt. Nuk e kemi komoditetin, ne nuk kemi një shtet i fortë që nuk kemi as Italia, Zvicra, Gjermani. Jemi Kosovë dhe sigurisht që këta politikanë tonë duhet ta gjejnë gjuhën afrist mes vete, gjuhën e dialogut. Kjo është e vetmja rrugë që e çon Kosovën përpara. Mos pajtimet ndërpartijake nuk guxojnë të prekin asnjëherë interesin nacional, kombëtar të Kosovës sonë, atë dëtar që e kemi ne. Duhet të i kalohen të gjitha ato ndërkëmset dhe ato ngërçet politike, sepse kemi këtë Kosovë. Ai Zot këtu brenda ka falë. Banor të tyne trojeve jemi na. Por nuk ka kush more që mund të doj Kosovën ma shumë se ne. Ne jemi biti vendi. Dhe nuk guxojmë të bëj keq Kosovës, është mkat, është gjëna. Kemi dhënë përgjegjësi para Zotit. Edhe politikanët kanë me dhënë përgjegjësi para Zotit, nëse bëjnë keq me qëllim këtij vendi, në shumë normal është ajo punë. Dhe unë si mufti kam ftuar dhe i ftoj vazhdimisht që ata sa më shpejt të mirën vesh. Sa më shpejt të mirën vesh mes veti dhe tek e fundit ta gjejnë atë gjuhë motivuese, atë gjuhë të afrimit në mes vete, në mënyrë që të i ka përcejnë këto mospajtime ndërpartijake të cilat i kanë, sepse Kosova nuk ka kohë të presë. A ke mujt mi vrejt mifti se cili ka nevoj për hajmali ma shumë dhe këto takime? Të vëllat tonë ka pak ka nevoj. Krejt ka pak ka nevoj. Sa ta është 4 metra gjatë një me shkru. A shkru në ditë sotit kështë hajmali mifti? Mirë. Mifti, zakonisht edhe ma heret ju kemi parë në aktivitete që kanë qenë shërbim të Republikës, sidomos aktivitetet lobuse. Por së fundi ju kemi parë që ishit prezent në Riyadh në takimin ku u konfirmua njohja e Kosovës nga Siria. Pse ishit atë? Aty ku thret vatani, aty është Bashkia Islame e Kosovës edhe është muftiu. Çdo herë ka qenë, është dhe do të jetë. Çdo herë deri në frymën e fundit. Por Bashkia Islame ka një herë modestia se di po keq kuptohet tek ne. Ka njerë po do të si shtojnë pleqët e na dikuj mja qelë sytë me gesht. Por ne nuk jemi tillë. Ne kemi kontribu dhe do të kontribuojmë, do të lobojmë për njohjet Kosovës, gjithandej në përbot, ku do që kemi mundësi. A keni hisë mifti dhe Bashkia Islame e Kosovës në njohjen e Sirisë nga Kosova? Bashkia Islame e Kosovës ka hisë në shumë njohje. Dhe unë po them çdo njohje që ka ardhë
Kosovën edhe më të fortë e ka bërë në arenën ndërkombëtare. Dhe kjo flet për një obligim jashtëzakonisht të madh që kanë të gjithë ata që kanë mundësi të japin në këtë drejtim kontributin e vet. Por edhe në si mefti, edhe në të kaluarën, edhe tash, edhe në të ardhmen, po them që do t'jap kontributin tim. Në raport kur takohem me mbretër të ndryshëm, me kryetar shtetësh, me gjithë ato unë në pikën e parë të diskutimit e kam këtë. A mund na tregoni se në cilat njohje ka kontribuar më shumë Bashkia Islame? Ja, ka shumë. Në këtë seri sa keni kontribuar? Le t'i lënë historia. A keni kontribuar në këtë Do seri? t'i shkruan historia. Do t'i shkruan historia. Nuk doni tregoni a keni kontribuar? Po jo, po të s'kam qenë vetëm pi kafe. Po. Vetëm në anën tjetër, zotëri Tërnava, në njoftimin që e ka bërë presidentja e Kosovës, në fotografitë që janë publikuar, atë nuk e qenë, nuk je duk të fare. Ja, s'është ashtu. Në disa fotografi nuk je duk të fare. Ndërsa fotografia ju është parë vetëm fotografitë e Bashkisë Islame kur janë publikuar. Jo, nuk është ashtu. Ajo është se na kemi qenë në takim, kur është bërë njohja, kam qenë edhe unë aty, edhe bashkë me presidentën. Bile mos i po doni me ditë që për jap një ekskluzivitet, bile kam qenë bashkë me presidentën, vetur me presidentën që kemi shkuar në takim. Me presidentin? Me presidenten, kur kemi shkuar në takim, tonën, jo sa Osmanën. Dhe s'po du me hynë ato farë muhabetesh, fotografit janë dhanë edhe unë jam prezent edhe mirë, po kur dalin dy kryetar shtetesh, normal se jam kryetar shtetë, unë jam mufti i Republikës Kosovës. Mirë, po fotot që janë publiku jam edhe unë aty edhe janë që. Në takim edhe s'është takimi jam i parë me Mohamed bin Salman, jam taku edhe për para. Edhe ma herët. Edhe me babën e ti mrejtin edhe me gjithë. E me këtë... Jo, Ahmed Shari jam taku herën e parë aty. Aty. Po. Po ashtu, mifti ju kemi parë si ju rol herë që i keni qenë edhe mbështetje të marshit në mbrojtje të ishkrerëve të UÇK-s, cilët po gjikohen në Hagë. Besoj që është shumë njerëzore ajo. Dhe nuk e di si mund dyqysh njeriu të mendon ndryshe. Si kuzojmë ne të lejojmë që neve të na gjykojnë luftën tonë që kemi bërë për liri. Unë çuditem me disa shkrime, me disa prononcime. Si është ajo? Si mund neve ta absorbojmë atë thënien e gjykatës kur është bërë lufta për të luftuar më pas ndërmes veti. Ta nuk e përbin dot kombi shqiptar dhe s'duhet ta përbi. Donë me tërë fuqinë time kam përkrahë dhe përkrahi që qëllimtarët tanë të lirohen sa më shpejt. Dhe do të mbështes dhe kam mbështetë dhe do të mbështes çdo aktivitet që organizohet këtë drejtim. Se kjo është tepër njerëzore, është tepër po them diçka fisnike që duhet dalë nga çdo individ në raport me ajo që po ndodh në Hagë, aty po na gjykohet lufta. Po na gjykohet lufta për liri, për vatan, për ardhmëri. Ne të mos dalim në një marsh. Kjo është ikështia më e madhe që mund të bën dikush. A ka bo so duhet shteti dhe shoqëria kosovare në mbrojtjen e tyre mifti? Shikoni, po them, çdo gjë që është bërë, shtrohet gjithë pyetja mund të bëhet edhe më shumë. Unë ato raportet nuk i di çka ka bo. Unë e di aq sa dini edhe ju, ndërsa ato mbështetjet, ato financat, unë nuk i di ato. Nuk i di. Dhe për fund, me qenë se jemi në prag të festës së Fitër Bajramit, cili është mesazhi i juaj mifti për besimtarët musliman? Po sot sante pra është nata e fundit, po kurorëzohet ky muaj i bekuar Ramazanit me një agjerim, me një përkushtim, me një devotshmëri, me një fisnikëri, sinqeritet, drejtësi, maturi, urtësi, këto të cilat me të vërtet neve na kanë bërë që shpirti jon të jetë më fisnik, që zemra jon të jetë më absorbuese në thithjen e nektarit të pastër që ka ardhur nga zbulesa hyjnore të madhe Zot Xheleshanu, që neve të jemi më gati për dhamë për vete, çdo gjë që kërkohet për i vetes si në aspektin fetar ashtu në aspektin kombëtar, sepse kjo është edhe motivi, kjo është edhe mesazhi i vetë muajit të bekuar të Ramazanit. E nesër besimtarët me të drejtë, fytyrat e tyre do të jenë më të buzëqeshura, nga sa ata e kanë kryer një obligim që del nga Kurani, që del nga porosia hyjnore të madhit Zot. Nesër me të drejtë feston bota mbar, feston sepse krenar e faqebar dalin para Zotit me afërti, me dua, me lutje, me përkushtim, me adhurim dhe kërkojnë me të drejtë shpërblimin e të madhit Zot Xheleshanu, gjë që ajo nuk mungon.
andaj t'jesh i shpërblyer për krijuesit të kësaj ekzistence, për i mbikëqyrësit kësaj ekzistence, kujdestarit kësaj ekzistence, është diçka jashtëzakonisht e madhe. Shpresojmë në shpërblimin e të madhit Zot, në faljen e mëkateve tona, sepse muaji i bekuar i Ramazanit është muaj ku ai është shkaktar ta quaj kushtin me ashtu që se Muhamedi alayhis salam na thot, ai që agjeron muajin e Ramazanit me një përkushtim, me një devotshmëri, me sinqeritet, ati ju kanë falë mëkatet cilat i ka bërë më herët. Andaj kjo është shpresa jonë dhe për këtë edhe agjerojmë ne të jemi sa më afër Zotit. Nesër sigurisht që shumë dyert familjeve të shumta do të hapen, do të ketë vizita të shumta, do të ketë sofra të shumta të shtruara me më të dashurit e tyre, do të jenë të gëzuar për festën e Fitër Bajramit, veçanti fëmijët tanë, nipërit e mesat tona të cilat e presin me andje edhe këtë fest kaq madhështore e cila vije pas një përkushtimi një mujor të muajit të bekuar të Ramazanit. Ndaj me këtë rast më lejoni qone edhe përmes juve, po edhe juve vetë dhe stafit juaj, t'juroj këtë festën e Fitër Bajramit dhe t'juroj të gjithë besimtarëve tanë këtu në Kosovë, brenda të rojeve tonë etnike, mirë për në mërgatën e largët, këtë fest të bekuar, duke lutur Zotin ta falë shëndet dhe mirëqenjet përgjithshme. Zotë Tërnova, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe nga ana juaj. Okej, që thamë edhe më herët është ditë festive edhe sot, sepse që ky bajram në gjohë si konjet 3-4 ditë, varet prej interpretimeve, po prej interpretime varet edhe a i zihet Ramazani katolikëve. Nëse një katolik e bën jetë me agjëru një ditë, nuk e dia e kohë se vopa nuk e kohë qenë. Po na me provu, e kemi provu. E ka provu Berat Buzhala, e ka ninu një ditë. Domethënë, vetë një ditë. Notën e 4 Aziza. Po, se thujnë që se vopet jenë ma të mëdha. Jo, në fakt e ka ninu ditën tjetër, domethënë Kërkësh nuk e din kur i bje sakt. Stash po i me anë interpretime. Nota e 4 Aziza që e di nuk dihet saktësisht cila është. Nota e madhe. Po nota e madhe, po nuk dihet saktësisht. Është njona prej ditëve për mizonën për 7 ditëve të fundit, atë që shtu diçka. Na natën e madhe, domethënë kena si të halve, kena kry domethënë këto faradetet. Nesër më ka ninu Berat Buzhala, s'ta përdu me thonë, tani qysh e ke interpretu ti, nuk e di. Shpia jonë, objekti jonë, sa të ku jetë jonë, e kom një erën e halvës gjithë ta domethënë qatë natë. Po, e vërtit. Nesër më në që Berat Buzhala, në sëfërë si shuhes, ta ndjekin fillim në historin e kësër në pak gjendin e ti, e ka provu më ndodhe për herë të para. Po, a farë bashkë. Okej, ta ndjekin pas historin. E bërim pas historin. Hajde ta bov Zoti ka boll Berat agjerimin. Berat Buzhala do me thonë sot ko me agjeru për herë të parë. Kena me agjeru eksperiencën në sëfërë si shquhet se dia i logaritët. Ja pas ka nisë me të kopë të tëpte ta. Me një. E po na vidën në ty e postu vidën tashte. Një me a? Po inshallah. Qysh qku njëre 4-5 orë të para? Veç kafja njeri se kështu në 3-2 dit pa buk. E vërtet, E pa uj. E vërtet, ti një herë në dit ashtu kështu hanë ndukët. Po dhe... E kalzëm te ku pa ojna iftar. A e ke bo plan iftare në formë të shpis? Komplet ftesa. Po a? Që më kanë thirë kështu po. Pejna im Tërnova se të pushtë. Jo. Ja. Te për najs kishtë dollë. Na ime me të thirë. Na shta shkujna të agimit e shuki jam. Po a? Agim Hoxha. Po shkojmë të agime. Po tha, iftarin dhe i ngun, tha kene pime. Ku? Në shpetaja ku? Jo, ma ja, në shpes. Shkojnë mangër buk në për shpijat. Po dhe pak siklet në shpe. Po, A jetu agjeruti edhe me mendje, kështu edhe me mendime edhe me se është agjerime veç mos me hongër. Ja, në këtë rast të unë veç mas më hangër. Hajde ta bov Zoti ka boll Berat agjerimin. Okej, unë jam tu këthy që tash prej terenit e kësyrën Buzhala që shja ka dal me agjerim deri tash sa është ora? Do me dhanë edhe 2 ore 45 minuta i kanë me dajte të kësyrën që është të ja dal. A është qane, ha? Ku është, të tja? Po, ha? Ha? Qish për njës?
Ja, kështu se do në gji. Me flajton ditën njere, come on. Qështu e gjenoni dhe ju të flajta? Nuk njët qështu, unë e kur erdha ke flajt. Po, Mas 3 ore halo flajt. ja qut jam stash. Që ta shte po breja që vetësoj e qu. Hey, Amir? Mirë. A ju okej? Apo njesh? Që tash të mase flajta, unë e mëj me vazhdu tash deri në syfyr mos ma unë. Apo njesh ma let? Tepër. Qëre, me hangër burime u vënu edhe një ftar u vënu, dhe më thonë. Ora është 6:04 që të jam ullë si kur kundë vorri të e prit që 15 minuta edhe u kry. Gjënatën të kom morë. Po, shkoj i gëzumi. Kejtë gjënat ja kom morën nësi ju kom bënu 15 minuta dhe s'ka hongër. Kështu që, nësja. Amo që kjo është sabri o qelsi i gjenetit gji. O që ashtu ajo? Ha? E qishke si eksperiencë kalëzëm dhe që thash? Te edhe njëri unë jam mësu me agjeru pa fe, dhe më thonë, unë jam kështu eksperimentus. E kom shtyjun e njerë dhe ma gatë se që kash, dhe më thonë, për arsye tjera, kështu që ama mos harroni një san, ju që agjeroni, nuk e keni nëj përparsi prej këtyne që nuk agjerojnë, dhe më thonë, mund është me agjeru, mas më konë njëri mirë, mund është mos me agjeru, jo s'pe prishi, po s'ki po ena ma shumë mirë është, dhe më thonë, po nuk motet, si më thonë, njëri a agjeron as agjeron. Ani, kjo është një farloj sakrificë, një farloj, si më thonë, e dim kuptimin, po ka plot njerëz të mirë që gjithashtu nuk agjerojnë. Kështu që mos muni keq as të tjerë. Po eksperienca ke nice. Më nalë që në haftin rrugë. Ata përmenshin, a? Normal, në gjdo video ne kom obligative me i përmen sponsorat e mi, Delta Group dhe Posta Easy njerës, kështu që për posta dhe për pompat benzinës më vetë një mu. Okej, javën e ka karakterizu një tragedi e madhe që ndodhi në Vjenë, po për te i kësaj ka qenë edhe një vrasje në Gjakov, si dhe një tragedi tjetër në Janjev. Si me thonë, ka qenë prej javë veterana në Kosovë. Tragedia 5 vjeçarit në Janjev Boçan, e poshtë kështë shkrua një status në Facebook, që po i fajsojnë prindrit për atë që i ndodhi 5 vjeçarit, mirë po me atë sa mësum, njëri prej prindve të paktën ka probleme mendore, edhe ja ka këput gishtat fëmijës vet, ja ka prej gishtat e komës, edhe këto, si me thonë edhe njëherë, u hap debati se a punojnë institucionet cilat janë përgjegjëse për këtë rast, sepse dhuna kishte qenë me gjasë edhe më herët njëjtën në familje. Qëra nejna të folë për një dhunë sistematike, tash pse shkrujta unë, pse reagova është qysh i bjen mena Arben Vitis me shumë e bo fotografi me djalin në spital. Po. Adin, kjo është me shfrydzu politikisht një situatë për cilin ti ki përgjithësi direkte. Në më thonë, qysh janë të funksionu centra tërpunë sociale, qysh është të funksionu policia. Për ata që nuk e din skandalozja në këtë çështje, do më thonë, edhe kameramani që ka qenë me Burim Pacollin, gazetarin në Gazetës Nacionale, atje ku ka ndonë Zara në Janjev, thasë që do më thonë, dikon 10 metra është largë stacioni i policisë, është në gjithë me shpinë ku kanë jetu që kjo familje. E tash, na përdojna me dale me thonë që edhe që nuk ka qenë rosti para, po? Edhe më herët ka posë do më thonë, ja ka qo kryt. Po, një këjshi, do më thonë, i ka folë gazetarit nacionales, e i ka thonë që na kena një zhurmë edhe më herët. Tash këtu faj është kolektiv, do më thonë edhe këjshia, ja ki shkrujt njënë një komend me ta nëzonë, me ta parku t'i kushkerën kesë e thirë policin direkt, që shë keni një fmi t'u bërtite t'u kajtë të nodhen, kalzej kaj, do më thonë me gojtë vetë, të kena një t'u kajtë, po theke, adina e gruja, theke diçka, apëtin e merke këtë normalitet, këtë varqështë. Po qatë në asë sa unë e kuptova, prej këtë raportime të medjave, kjo është familje 8 antarëshë, me 6 fëmijë, burë edhe gruja.
tash dhuna jo, unë nuk po them që u përsërit veç ndaj një tjetër fëmijë. Po dhe ndaj një fëmijës tjetër, ja kishin ço kryt edhe kjo çështje, i shku në polici, edhe në qendrën për punë sociale. Edhe nuk ju ka marrë drejta prindërimit. Nuk ju ka marrë drejta prindërimit, nuk është monitoru rasti, edhe ju kalon, si me thonë, fëmijët prindëve të cilët kanë probleme mendore, edhe ka orë dhe i të një situatë, kur këtë prindë me probleme mendore, ja këput me sakic, gishtat, fëmijës vetë, edhe e lenë për disa ditë me gjosë. Si ta e më të dash me thonë, arbër do më thonë qëre, situata është mjafte ndjeshme, por nëse e mendojnë, do më thonë, logikisht. Ne jena të thonë që një nanë, që ka me problemet shëndetit mendore. Dërsa baba, nëse është me shëndet të plot, gëzëm shëndet të plot, por vazhdon me bo fëmijë, me qëtë personi, cili ndashta nuk ka përgjithësi për veprimet e vetë. Nuk ka, nëse nuk ka mujna me dhona që ti personi tjetër. Do më thonë që tu him puna institucioneve. Kura i shtot qërë ti nuk mund është me zëru familjen, sepse grun na do të me marrë në trajtim mjekësor, psikiatrik. Nuk jem të thonë që i kena kushtet më të mira të trajtimit psikiatrik, se këto do më thonë trajtimi i shëndetit mendor ma shumë është izolim që ju bëhet këtyne njerëzve. Do më thonë thojnë, a është përshtime aso përshtime. Këta do më thonë e marrin, e lëshojnë debatin deri në atë nivel, mund ka ra dhe ma heret mund marrë me ulëmtime të rasteve të tilla, do më thonë njerëzve që kryjnë vepra penale ose diçka që kanë probleme të shëndetit mendor. Po, nuk mund është të vis me marrë... Nuk është trajtim adekuat, ha? Po, del Ministria e Familjes, e Punës dhe Mirësene Sociale. Po, që kjo që u bo e reja, që drejtohet prej Andin Hotit, edhe reagojnë edhe thonë që tashmë 5 fëmijët e tjerë janë të strehume dhe janë të sigurt. Që ta e më të dash me thonë, në pikunjajnë ato i rujnë, api prindve të veta, që aje që ka jetu që ato të e ke një dhunën, policët e kanë ditë ku janë të jetu, ato veç kushtë, do më thonë me i po, ti është dash me thirë, dikone me thonë, falja mu, në e bu diçka së tu se së është merë i Zotit. E le mëna i natu folë për kojshi që s'kan folë, për policë që s'kan folë, kur të bohët, do më thonë, ja pas kanë këput gishtat, që është rast i të mërshëm, edhe nuk e di sa raste kanë mu përsërit, po do më thonë, ka me shku gjithmonë me një reagim, shkon ministri, do më thonë, bën fotografi me një 5 vjeçare, i cili nuk është të e ditë nështë sa është të ndodhë, a për kuptan. Ta ndjekim edhe që të rëfimin e burimit, do më thonë që e ka marrë për një kojshis në Janjev, në cilin normalisht në spajtona hec, edhe kom kritika shumë, do më thonë se jo pak për këtë farasti, po ta ndjekim fillimisht edhe kthehemi prapë. E kemi njëna të kohët atë minë, a i grune ko pak së në regullë, ujët, i loto... Një ngjarje e rënd që ka shoku opinionin publik, ka ndodhur ditën e djeshme brenda mureve të kësaj shtëpie në Janjev, ku 2 prindër dyshohet se i kanë shkaktuar lëndime të rënda fëmijës së tyre 5 vjeçar. Në bazë të asaj që kanë thojnë raportimet e para nga mediat, kemi të bëjmë me prerje të gishtrenjve, ka raportet ndryshme që potencojnë edhe prerje të shputave të këmbëve. Viktima, fëmiju 5 vjeçar, është gjetur brenda mureve të shtëpisë, gjithnjë sipas raportimeve të mediave tjera, nga një familjare tjetër e cila pastaj e ka dërguar të dëmtuarin viktimën, djaloshin 5 vjeçar, në QKUK, ku e ka marrë trajtimin e nevojshëm. Këto jemi me një kojshi, jo i keni pas këta familjar kojshi të para, qysh e keni prit lajmin edhe sa ka pas? Vallaj në ka orë ketë shumë, po s'kem që me po. A i grune ko pak së në regullë, ujët, i loto gjallë mirë, po zi që shka ndodhe, nuk di kur gjatë jetës. E kemi njëna të kohët atë minë, po kemi mënu që ajo s'mudi qka. A keni një shumë kohë ma herët të kohët? Para një 7-8 muj ditit që ka kohët një thëmi të natën, pa ndërprej, e që mo nuk s'kemi reagu. Para 7-8 muj? Po. Apo dyshon që mundet me qenë kjo rast prej 7-8 mujve ma herët e se kanë? Nuk e di rasin se se kum po, amo diçka ka pas një problem u konit, s'mu qajtë mi diçka. Ta shta hanë qaja tjetër dikush nuk e di. Okej, a kanë pas tendenca dhune ma herët këta prind? Nërë me veti kanë pas, nërë me veti mos marvesh, pa dhe grune ko s'mu taj.
Burri soja djali mirë edhe nuk ka. Ama gruaja është pak. Okej. Nuk ka drejt. Okej, kur e keni marrë vesh si lajm. Shumë na ka orë keq. Na ka orë keq se Sojën i këqi e shoku. kemi. Po çfarë më bëj? Do me thonë bas të asoj që na thojnë kom shit këto, ka pas probleme edhe ma herët mes prindërve në fjalë, disa po aludojnë që për gjendje diskutabile psikologjike të njonit për i prindëve, sidoqoftë fëmia aktualisht është në përkujdesjen mjekësore në QKUK, po ashtu edhe Ministria për Punë e Mirëqenie Sociale ka reagu duke i ofru siguri dhe vend qëndrim të sigurt fëmijëve të tjerë. Okej, ajo që ndodhi në Gjakov, një vrasje që ndodhi në Gjakov, ishte po ashtu trëndice, sepse me gjasa aty dy ish shok për interesa për çka po djone janë prish edhe vritën mes të kapenisë të qarshia e vjetër. Qarshis vjetër edhe i kënduhet të qenë si një vend ku ka harmoni, ku ka gëzime, ku ka kulturë. Edhe aty ndodhi pra vrasja. Në orët e para të mëngjesit ke kjo, ç'është diçka të Në orët e para të mëngjesit ku dërasi i dyshuari për këtë vrasje për një ku qëndroi në Arati, pastaj shkoi u vedërzu në polici. Edhe këtë rast e ka ndjek gazetari Burim Pacolli. Ta ndjekim. Me hap lokalin, policia na thanë ka ndodhur një vrasje, nuk mundi me kalu, u shokova, i kom njoft, i kom pa këto topi kafe. Si pasojë të shtënave me armë zjarri në këtë lokal në Qarshinë e Madhe në Gjakov, është lokali My Place. Tragjikisht ka mbetur i vdekur Rasim Binakaj, personi i cili është përgjegjës të rasti në këtë rast, është larguar në drejtim të panjohur dhe policia është në kërkim të tij. Thuhet se vrasja ka ndodhur rreth orës 5:20 të mëngjesit për shkak të një mosmarrveshjeje të qastit. Në bazë të asaj që na thonë njerëzit për rreth, lokalet për rreth, pronarët e lokaleve për rreth, jo zyrtarisht, jashtë kamerave, dyshja realisht ka qenë duke bashkëbiseduar në mënyrë miqësore gjatë orëve të mëhershme, derisa tensionet kanë kulmuar orë më vonë duke përfunduar eventualisht me vdekjen tragjike të tashmë të konfirmuar të Rasim Binakajt. Okej, në gjithë me lokalin My Place ku ka ndodhur vrasja, është edhe ky biznes barbershop, çuçi ke marrë vesh kur ke ardhur dhe ke po të bllokuar me hap lokalin, policia na thanë ka ndodhur një vrasje, nuk mundi me kalu, u shokova. Nuk na ra mirë me një fjalë, se në gjithë me lokal, mishteret tonë, mishteret tina, na ra shokuese shumë rasti. Jo i keni njoft të dy. I kom njoft, i kom pa këto topi kafe, për një përshëndetje thjesht që i përshëndesim gjithë njëri tjetrin, përshëndetje, i më shoku me një fjalë. Jemi këtu me zotin Sheremet Eleza, i zëdhënës i policisë në komunën e Gjakovës. Zoti Eleza, ja mënesh me na jap detaje rreth rastit tragjik të sotëm që ndodhi në lokalin My Place në Qarshinë e Madhe. Po, siç e dini sot në mëngjes rreth orës 5:30 jemi njoftu për të shtëna me armë zjarri ku dy persona të moshës madhore janë qelluar me armë zjarri në rrugën Vllazërit Frashëri në Gjakov. Si pasojë e plagëve të morra, njëri nga këta persona ka ndërruar jetën në vend ngjarje, për të cilin ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e tij atje, ndërsa personi tjetër i plagosur është dërguar për trajtim mjekësor. Nga informatat që kemi nga personeli mjekësor, ai është jashtë rrezikut për jetë. Menjëherë pasi është pranuar informacioni për këtë rast, policia, njësitë kompetente policore kanë dalë me ngjarje, po ashtu është njoftuar edhe prokurori i shtetit. Aktualisht jemi duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore me qëllim arrestimin e personit dyshuar, i cili deri më tash është në Arati. Me vendim të prokurorit të shtetit është iniciuar rast vrasje e rëndë, edhe kjo është e gjitha që ka mund të themi për këtë ngjarje. A të jenë motivet e vrasjes? Në këtë fazë të hetimeve mbesim të rezervuar sa i përket edhe
motiveve edhe rrethonave, po edhe detajeve tjera, shtesa i përket këtij rasti, për arsye se duke qenë këtë fazë të hetimeve, domethënë duke qenë fazën fillestare të hetimeve, jemi domethënë proces verifikimi të informatave, dëshmive të cilat janë marrë deri më tash. O që janë do javë qështu që nuk ndohen tragjedit, ndodhe njona pas tjetërës. Prej që jom gazetar arbër, e vrejni diçka, nëse nisin aksidente me fatalitet. Po. Ka me vazhdu që e një... Po bre, po, e Për vërtet. fat kes kështu, po do më thonë nuk e di pse ndodhë që kjo, po Po, ndodh një farë zëngjiri Po, i nështë rasteve. koncentrohemi ma shumë tani të sa do raportime, po për një me tani ki tragedit të një pas njëshme kështu, adin nuk din ku mu fokusu ma për para, është sigur jave kronikës zeza, po, më thonë nuk ki në sen tjetër për pas... Edhe kjo tragedia që ndodhi në Vjenë, ku të pakten tëre kosovare kanë humbë jetën, Po, që jenë konfirmu deri tash. që jenë konfirmu prej Ministrisë Punëve të Jashtme, edhe kjo ishte një prej tragedive të ronda të kësaj jave, duke punu në ndërtimtari, me gjos ka pas probleme teknike me vendosin e skeleve, edhe kanë ro me atë sa e dëgjova që janë edhe për këtë rast është që edhe pse Austria e dim Vjena është prej metropole botërore, po me gjos 3 orë nuk ishin mujt me i gjetë trupat për shkak të vendit kompleks ku kanë qenë të punu, edhe ku kanë ra. I dëgjova dhe disa prej rrëfimeve të familjarëve, për këtë rast nuk kemi në fakt kronik, po veç me atë sa u raportua, me gjos që janë duke u kry procedurat e shteti i Austrisë është duke i kry procedurat i bon ato testet e IML-së tjerë dhe pastaj lëshohen për varem në Kosovë ashtu. Që të regën në shta orëvër pak edhe një farë gjendje të popullit tonë e cila vazhdon. Nuk jemi vitet e 80-a, 90-a, kur shqiptarët kanë dalë jashtë për me lyp Njët mas mirë një. Po çfarë do pune, po do më thonë edhe sot i ki të ri e të reja që shkojnë jashtë vendit. Vazhdimisht. Po edhe punojnë punë të randa, punojnë zanate, shkojnë marrin zanate për me shku me u punësu në Gjermani e dikun, sepse ku jetojmë na nuk është të i ofru shteti, do më thonë kushtet nështë edhe... Po dhe kur ndodhin qëto tragedi, diqysh reflekton njerit që... Që ta të e thonë, do më thonë abdin ka një herë se ka shumë familje nështë në Kosovë që i gëzohen faktit që e kanë dikon jashtë, edhe do më thonë që punon e dërgën pare ose remitenca... Kur e gjim fatkeqësia e tillë, pastaj është një farë... Normalisht, është një farë mendimi tjetër se ti gjithmonë e menon tash është edhe një diçka tjetër ku e kisa djali sa qika. Po. Qysh a janë të sigurt që ta njerëz. Që kjo është nështë pak edhe pjesa ku edhe sigurisht është, po sigurisht përgjithësia që e marrin ata që migrojnë sidomos prej Kosovës në Mërgot, e mori një farë përgjithësie me punu shumë, me punu edhe jashtërorit. Edhe që ashtu i syrin ka pak, do më thonë për shambull nëse... Për me bo, si me thonë, për mja vlejt, që kur kthejet në pushim, ose kur e bën një farë balon, si tjetës vetë me thonë që e di për çka shkova, se nuk e morin veç një rrugë, sikur na këto, që vetë mjaftumi me një rrugë, edhe okej. Ata këqyrin, si me thonë, me nëzirë mas shumë ti që... Abuzojnë fizikisht nështë ta me vetën kështu, me këqyrë në këtë faktin, do më thonë, këtë punës... Po kejtë kjo bëhet për, si me thonë, me u dëshmu para familjes që, okej, nuk jemi bashke molli këtë këtu, për në fundit, unë e punu, ndreset shpia, qështu, do më thonë pushim... Që është situatë fatkeqe, që është si më në fat i popujve të vogël, këtë popujt e vogël e kanë që të fatë, sepse nuk mrin me kriju kushtin shtetin e vetë, edhe pastaj migrojnë, shkepen a për botë edhe gjenë fotet mira, fotet këqia... Kjo është një farë bare se i vijet se cili si del jashtë, do më thonë të na ende egziston çështja që nëse ti shkon jashtë... Po një farë pritshmërie enorme. Po, do më thonë edhe njerëz kësyrin të ti, edhe mahën të ti. Do më thonë edhe s'po di s'ka me pas vështirësi unë këtu në të thirë ty për shkakun se... Po, sa është Gjermani, e kam Gjermani. Abdin e kam unë e djallin e mizjes vllaun, adin ç'kjo edhe i ka marrë njerëz nështë ma të bashkumu se një diska. Momentin që ka pas nështë për shembull vështirësi financiare në Gjermani. Ti e vrejnë edhe në Kosovë, do më thonë, me njëherë... Depresen. Po, reflektën një diska. Abdin vrejt që nuk është mo si ma për para. Do më thonë, e kuptën te për letë. Tash, njëjt nuk është mas në Gjermani, do më thonë, abdin
normalisht u shtrejtu jeta zeton, po që ke barë nështë me kohën do të veç me shku të hek, të përmisu kushtet në Kosovë, edhe të hek barë aty nëse janë jashtë. Sepse dikush që shkon nështë 6-7 muaj, nështë nuk mundet me duru, në më thonë punën që atje, mërgimin që atje, edhe kur të kthejet, ka në herë vrej edhe një farë dëshprimi edhe të rrethit vetë të saj persona. Po syrin sigur të shkove, po të mundësine edhe u kthejve, po shdove të ja. E është koha nështë avizë me njësë me u hekë që ke barë, shkaku që ata që janë atje, dhe më thonë i kanë kriju familjet e veta, më thonë kanë barë asat dusha. Vërtet, edhe si me thonë, deri me një kohë shteti Kosovës ka qenë në tranzicion edhe kon kete kuptueshme që nuk mënët. Mirë po tash jemi 25-6 vjetë pas luftës, edhe do të me pasë mundësi se cili i ri, se cila e re, për me menu që të në Kosovë më nëshë mja dollë, më nëshë me marrë një rrugë të mjaftueshme për mja dollë, mirë po për këto që janë do të me ndru do politika, sepse kemi thonë shpesh në kështu në diskutime private, po e këmë thonë edhe na për video, nëse buxheti me cilin ka operu që ke qeveri, ka qenë stashti nuk për bëj lidhshmërin direkte mes kësaj ngjarje të qeverisë është absurde, nuk do të, po qysh mënet Kosova me u përmirësu. Nëse që këtë qeveria që janë kam menaxhu me 17 miliard euro dhe i tash, me 17 miliard euro, nëse me 150 milion euro, më nëshë mi qelë të paktën 3 ndërmarrje interesante teknologjike ku të rritë mënen mu avancu, edhe aty për shkak që avancuan, për shkak që bojnë punë, mënen me marrë rrogën 2.000 euro, 3.000 euro, se bën punë ajo firmë, nëse marrën që apo dhjone robota dhe ka 3 taft në Kosovë që din mi votë qëto sene. Po nëse ti qëtu 150 milion euro, si shtetë, edhe që ka ndodhë kjo në Kosovë, me 150 milion euro të buxhetit shtetit, ju ndoka 100 euro, për njerëz me ble fora dhe me pi soka, me pip. Edhe hajde po shkojnë për para, po shkohet që të për para. 150 milion euro i që në Gilan 60 milion euro investon me një fabrik, me një dikon që ka talent. Në pejdi qka edhe që shtu zhvillohet veni. Ki do më thonë në rini qas mire, qas update që janë me teknologjinë, sa se ti mund është, do më thonë me investu, ti si shtet, me bu kushte, që sta njerëz me u forcu që du në Kosovë me dhonë shërbime jashtë. Ti mirë po shqit shërbime diku. Po dhe, nëse ki qatë mendësi të investimit, po kërë e ki veç për me ble votën. Për fushat. Veç për fushat, veç me ble votën. Na këna folë që i qushim cëtu dhe më thonë vitrat, që bëjshën a i gajë. Jo, kjo më bukon me ble votën. Kjo nuk qëmë kërkoneshe që. Po, s'do po të me thonë, se dhe më thonë, nuk jënë këtu vitra bre, abdin, ti me 100 euro sot, dhe më thonë Kosovë, që jetu thonë ti me hangër fara njëre. Po dhe jo, veç fara dhe sëk, ti kur gjithë janë një mund dikunja, ti e shes është qmimi naftës, ti e shes e në adin, gjitha qmime dhe më thonë njashta... E në kodër të kësoje që janë, kënë dëllën këtë javë, dëllën edhe shpenzimet e partive politike për fushat. Po, që kjo ke... Edhe po, atë LDK, PDK, kënë dikun ka 2 milion euro që i kanë arshu. Lëvizjave të vendosë i ke 4.5 milion euro, edhe tash, nëse nuk e ki tabelën që i kanë shpenzu që të 4.5 milion euro, ti thu, qa po din ashta i paskan ra, dikon një tërëqpare, dikon rrugës, i paskan hup. Po jo që janë, 20.000 euro gati i kanë shpenzu veç për një natë me një klub, me një diskotek. Po, ne në që patën mojtë. Ne që patën mojtë me trik, 20.000 euro, nuk i di, a kam pagu këngëtorin, a që kam bo, a që kam pia. 20.000 euro për një natë. Se kam bo kështu, faturën ka thonë, po t'i sesu 20.000, ti tani 5.000. Nuk e dio që anë vetë 20 euro, që ajo ke ma interesant, ja? Po, interesant ke edhe që më pagu disa prej medjave, cila, për shambull, për që logjike ekonomike, që për thejmë një, së cila media, së cili gazetar, pa qëfar politike redaktoriale, pa shtu dosh me bo një kritik. Normal. Po, ko media që se ka bo as një kritik për qeverin, hej, me qenë media, me qenë gazetar, edhe mos me pas as një kritik për pushtetin, kjo nuk ka ndodhur as njerë. Së më pesho po thujnë, jo po kanë marrë pare mediat për telekomit për asajnë kalume, nështë e vërtet. Po ka pos kontrol për marketing, ato reklamat 1 minutë, 10 cent, 2 minuta, 10 cent ju mbo me pare. Na i kena po dhe sot i mojnë men, e para. E dyta, a ka dhonë pare ish pushteti PDK-ja, media, a ke pati dokumentar ma të vrajsh, se që ju mbonë qatu media, që kanë marrë pare për PDK-n. Pra shimë thosi. Nuk e po. Në YouTube e kërkëni, dokumentar edhe rastet për korupcion, ma interesante i gjenë.
është rosti prëntë. Rostet shtobi milionerëve, që bon mediat që kanë morë pore. Po qa me të mo ty o gazetor që i merë pore, kur një kritik për Albin Kurti se gi. Na ala folim, do më thonë se këta ta mojnë ty moralin, do më thonë ta mojnë dersin. Sepse, parimisht, është tepër në rregull gjatë fushatës elektorale, ti me bashkëpunu me një parti politike, edhe ajo është legale, e lejon lizi, do më thonë partia thotë qërë, unë i kam 10 minuta reklam, shempo do e marr, ose sponsorizoj artikull. Po, artikulli sponsorizuar lexon atë, do më thonë abden është i paguar. Ama nëse ta ka ble politikën redaktoriale. Po, që do më thonë ti asnjëherë, asnjë shkruajnë se çet në qeveri. Ta citojmë, du dosh me thonë, a është i kapën për shembull Gazeta Nacionale, raportime për LDK, raportime kundër PDK, raportime kundër AK, raportime kundër VV-s. Koncentrimi i kritikës edhe s'pëdi që me thonë raportimet, hulumtimet, bo në drejtim qeverisë, ajo e ka pushtetin. Ko 700 miliard euro që ka gjeneru, nuk i ka normalisht, na i cyrë me lup që në të bo, se jo do më thonë me shku me kësyrën e qa është të bo, AK-ja për shambull të marë unë në desan. Ti po më thumë mu që një skandal në desan, e një skandal në qeveri, cilën e kësyrë ma shumë unë jëmë qeveri mëra, përën se janë miliona euro. Amo që ndërlidhin që bu një po edhe ishë pushtetit kanë ndonë pore. Po mediat, unë nuk kom punu në media, nuk jem të mbrojt vetën. Po këta që kam punu në media, unë vetë jom informu për qëtyn e media. Jo, veç ta kalzej si unë rast. pse kom menu që PDK-ja dhe LDK-ja janë korruptu, pse unë kom menu për shkak që kom ponu në media. Edhe kom ponu qëtu media që këta po thujnë ju ka ble PDK-ja. More vetë vendosja. Ju ka ble vetë vendosja. Me 13.000 euro të ka ble vetë vendosja. Asni artikull nuk e ki kundër. Jo që të ka ble, ti ta më një i kapën. Atin nëse ka gazetari të kapën, o që kjo, se të më thonë 13.000 euro. A ke ponë që të gazetat? 13.000 euro i bjen arbër, nuk i bjen a fushat as fushat. Aja ti ka dhonë ty ka 1.000 euro rogën mujtë. Po, e që kam shil gujnë, shkrysh ma Shtu ta kam shil, dhe më thonë, ti ka dhonë 1.000 euro. Kam shil gujnë e t'jepa 800.000. Po, e dhe më thonë, krye punën, ti krye zanot. E tash për me ditë kush është i kapun, kush është i kapun, le të vjen vetë vendosja me na i propozu e neve ka 1.000. Po, kështu tani qa bodhe. Po dhe? Po dhe kjo ka ndodhe njëri. Jo bre, pushteti i ka dhonë porët, marë, vetë su në ka ble media. O, nuk mund është me bleja, jetu kuptu. Këta e ndu folë për kopjet mediave, do më thonë folin në stop, këta nuk e nalin, abdin, po do më thonë ti gjema një gazetarë që shkon ty ta përsaf Fatën Pecin. Ja, jo. Jo, gjema një gazetarë që ka shku me festu, ama dorën, pak, me Samilju Shtakën. A e kipona i gazetarë me Samilju Shtakën, ta hashim fasin. Jo, adin kjo është budalaki e lojt vetë. Edhe për 13.000 qaj. Jo për 130.000. More, nështë edhe në zezën ka marrë ma shumë, nuk po më interesën për individ. Do më thonë si media, pa e mnu me ardhë dikush, e me thonë për në shkrujna një kontrat, edhe ti me mshiri gojën për të njetën. Do më thonë me pa një diska që është të angull, e ti me thonë ati qysh, rëni ju të parti se unë e dalë foli. Edhe me dalë kemi sulmu mediat e tjera. Edhe ka ato media që ta mojnë e dersin në altë, adin, do më thonë ka kompani, tani e kiti Ubo Consulting, abdin, hej, vetëvendosja dilke Albin Kurti, dilke dhe thëjke duhet me njës hetime dhe i Ubo Consulting. Janë pjesë e luftës hibride. Po, luftës hibride. Ubos janë gishdonë 20.000 euro. 20.000 euro Ubo Consulting. Edhe ati qëfar mardë një kanë me qëtu, së ndorë? Kalzej një diska, do më thonë për këta, ti i kesh nëse si ja o merë paret, mos harë. Do më thonë, deri sot në ashojnë, mirë është. Kur s'na ashojnë mo, sa të dinge... Ma di që funksionon mardë një. Mos jena pajtu diska. A di kur e sulmujnë këta ubën e këta? Se për shembull gjatë vitit, a di që është mardhënja e qëtyne me vetëvendosën dhe vetëvendosës me këta. Këta gjatë vitit e pagujnë. Për shembull në këtë rast një sondazhist. E pagujnë sepse ju vynë me ditë ku jenë në teren. Edhe e kanë mardhënjën, ti mu më kallëzën ku jenë teren, unë ty t'ja paret. Edhe që kjo mardhënjën shkon te për mirë deri në momentin kur bje dita zgjedhje, momenti zgjedhje fushota. Qa there, këta i kanë morë paret, vetëvendosi si vynë misho, edhe këta zbujnë zo, a del vetëvendosi e i shonë, të është luft hibride kundër neve. A këta ty këllon pareve po qatë luft? Nejse, në qëto media nuk besoj që mundi me po një akt akuzë cila është konfirmu për i gjukatës themelore në Prishtinë
për ish ministrën Rozeta Hajdari. Kumlina me posto. Këtë e sheni në kronikën e Gazetës Nacionale, sepse ka qenë normal Gazetës Nacionale, është për rezervat shtetërore për vaj sheqer edhe vaj sheqer edhe që ahonë mëre, harova. Edhe miell. Edhe miell i cili nuk është pagu për nuk ka orë asnjë. Ta ndjekim historin. Rozeta Hajdari, Hafiz Gara, Ridvan Muharremi dhe Irfan Lipovica do të ballafaqohen me procesin gjyqësor për rastin e njohur keqpërdorim me rezerva shtetërore. Krejt kjo pasi që gjykata themelore e Prishtinës i ka refuzuar si të pabazuara kërkesat për kundërshtim të provave dhe hedhje të akt akuzës ndaj ish-ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, si dhe ndaj 3 të tjerëve. Lajmi është konfirmuar për Gazetën Nacionale dhe nga zëdhënësja e gjykatës themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi, e cila ka bërë të ditur se vendimi është të marrë me 13 mars 2026. Gazeta Nacionale kishte raportuar ekskluzivisht në lidhje me skandalin për keqpërdorim me rezerva shtetërore, ku raportohej se një sasi e konsiderueshme e vajit, sheqerit dhe grurit nuk kishte arritur asnjëherë në Kosovë, ndonse ishin bërë edhe pagesat. Më pas, Prokuria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë në nëntor të vitit 2025, përmes të cilës akuzohen ish-ministra Rozeta Hajdari, Hafiz Gara, Irfan Lipovica, si edhe pronari i restorantit Buke Zemër, Ridvan Muharremi. Do më thonë, cita akt akuzë dhe akt akuzë dhe tjera, qofti përfshin pa lekaj kur u kanë gjykatës në najsen, do më thonë nuk ka lidhje pe ka vjen, ato i sheh raportimet tek Gazeta Nacionale, edhe mediumet e tjera që e kanë ruajtur integritetin edhe dinjitetin. Që fatmirësisht janë të ushtuar në treg. Janë të ushtuar të mira. Po, do më thonë edhe ki gazetarë të guximshëm në treg, gazetare, që tregojnë edhe që dhajnë shpresë që në këtë vend, do më thonë, nuk mundet me mbyll goja me pare. Vazhdojnë, letë vazhdojnë këto, po, a mi thonë gazetarit të një, jo. Servel, do më thonë, apëtin, kur i merë paret, edhe paguesh për me mbyll gojen, nuk jetë diçka tjetër. Është edhe një rast cilin e ka ndjek Erjola Cosaj në gjykat, e cila ka të bëj me sulmin terrorist në Banjsk, me asa poshtë që janë njëni prej të akuzumve ka full pranë gjykatës, edhe i arsyetu diçka që po uniformin e kam pos vesh. Po, kishtë tanë që për gjueti e ko marrë si po e kam për gjueti. Ta ndjekim. Këtë uniform, paraprakisht e ka marrë për arsye që ta shfrytëzoj për gjueti, a bëhet fjalë për këtë uniform. Po, kjo është ajo uniform. Zotri gjyqtar, kjo është 285 ditë para ngjarjes në Banjsk. Nuk kam qenë i angazhuar nga askush dhe për asgjë, fotografia është bërë në shtëpinë time, jam fotografuar si për argëtim dhe ka qenë hera parë që shoh dhe që kam pas një uniform të tillë. Po të kisha më herët, me siguri se nuk do të ishte interesant për mua të bëj foto me uniform. Ajo fotografia është bërë në muajin dhjetor 2022, këtë uniform paraprakisht e kam marrë për arsye që ta shfrytëzoj për gjueti. Banjsk është vend i vogël, e cila është e rrethuar me male dhe me njerëz, ndërsa unë, kohën time të lirë, qysh vite para e kam kaluar në gjueti dhe në natyrë, vetëm të na vërtetoni se a bëhet fjalë për këtë uniform. Po, kjo është ajo uniform, kur i kam shiquar shkresat e lëndës, kam vrejtur se prokuroria ka ardhur drejt tek prova se ajo fotografi është bërë saktësisht me 13 dhjetor 2022. Zotri gjyqtar, kjo është 285 ditë para ngjarjes në Banjsk. Fatkeqësisht kam pasur kohë që të mendoj edhe për ditë, siç kam thënë, edhe tash e vërtetoj
se ajo uniform nuk është as e ngjashme me uniformat të cilat janë përdorur në sulmin në Banjsk. Unë këtë uniform e kam veshur vetëm atëherë dhe kur më. Atë ditë, unë para orës 7 në mëngjes, kam ardhur nga vikendita në të cilën domethënë ditën e kaluar kam qenë aty dhe kam hyrë në ndërtesën banesore me 23 shtator. Unë kam ardhur rreth orës 9, domethënë në punë në Rajska Banja, e kam filluar domethënë ndrimin tim të rregullt, domethënë që ka të bëjë me pompa, filtera, nxemje, ftohje. Kam shkuar deri tek kafeteria, jam kthyer dhe diku rreth orës 4, sipas marrëveshjes paraprake, unë dhe Gjorgje Radojković dhe Dušan Kostić i kemi paketuar gjërat për vikendicë. Po, ne kemi arritur tek Vikendica, është diku në distancë 4 km nga fshati Banjska, gjendet në fshatin Suhodol. Kemi ra për të fjetur. Diku rreth orës 3:30, nuk më kujtohet sakt koha. Unë në për gjumë kam dëgjuar se Dušan Anxhelković ka biseduar me dikend në telefon, se bëhet fjalë për disa krisma. E kam pyetur se çka po ndodh, ai më ka thënë se po ndodhin disa krisma apo disa gjuajtje në Banjsk. Pas kësaj e kam marrur telefonin tim dhe e kam parë se e kam pasur një thirrje të humbur nga ai. E parë ka qenë se mos ka ndodhur ndonjë incident sepse ka pasur mjaft konflikte me kontrabandues kohën e fundit. Më kujtohet se kam thirrur shokun Miloshin, i cili jeton në qendër të fshatit, dhe më ka thënë se nuk e di se çfarë po ndodh dhe se nuk guxon me dal me pa se çfarë po ndodh. Ne kemi dalur para Vikendicës dhe i kemi dëgjuar krismat, mirë po, pasi që ka qenë errësirë, kemi vendosur që të mos zbresim në fshat, derisa nuk agon, sepse është rrugë malore, domethënë gjatë kthimit. Okej, erdhi fundi edhe episodit të 12 të emisionit POV Nacionale. Unë edhe Oqeani edhe Kate Stofi Nacionales ju falenderojmë për bashkëpunimin që na shkruni për raste për cilat ne raportojmë, edhe ju ftojmë, si më thonë, me intensifiku komunikimin me gazetarët, sepse me gjasë janë të vetmit që ju dolin juve në krah, po e kryjmë na punën e juaj, e ju hallet e juaja, edhe i shfaqim së bashku këtu në emisionet të shtatë dhe në Gazetën Nacionale. Faleminderit. Ciao.